Angjelusha dhe pas martesës nuk po ndjen mungesën e familjes, ja momenti. Martesa këngëtares u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, ndërsa tani ajo po e shijon jetën si nuse në Zvicër. Megjithatë, Angjelusha duket se nuk e ndjen mungesën e familjes, pasi shpeshherë familjarët e saj e vizitojnë. Fundime ajo ka ndarë një fotografi me motrën e saj, Gresin. Dy motrat shihen të lumtura pranë njëra tjetrës, duke treguar lidhjen e ngushtë familjare që i bashkon. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.